Kosovës çështjen e votimit të fshehtë, si do të rrjedhë seanca e sotme sipas jush? Ne përshom që ka një kokëfortësi nga mazhoranca deri tashme, që realisht deri me tani nuk ka asnjë ndryshim, biles po shpik edhe forma të ndryshme, vetëm që mos të qetë në votim edhe kandidatën e tyre në Kuvendin e Kosovës, që po shihet qartë që po dështon çdo herë sa e qesin në votim, pavarësisht sa i ka numrat në Kuvendin e Kosovës, ato numra nuk janë të mjaftueshme që të zgjedhet kryetari i Kuvendit dhe për të zgjedhur dhe për të konstituuar Kuvendin e Kosovës. Andaj me të vërtetë është edhe kokçari edhe për qytetarët e vendit dhe tallje me gjithë qytetarët, pse kjo kokëfortësi nga një parti politike, spaku edhe me ndërru edhe kandidatin edhe me pas edhe propozime të ndryshme për të dalë nga kjo situatë. Kështu që ju e dini edhe ne si deputet të Kosovës, pavarësisht bindjeve politike, partive çfarë përfaqësojmë, me të vërtetë po ndihemi sikur të jemi në një qerdhe të fëmijëve, sepse kokëfortësia, egot e ndryshme nuk po lejojnë që Kosova të ecë përpara dhe të formojë institucione të veta dhe kështu të merr premtimet dhe të punoj për premtimet çfarë ka bërë në fushatet elektorale të saj. Nëse vazhdojnë kështu me të vërtetë po humbim çdo sens të përgjegjësisë çfarë kemi para qytetarëve të vendit. Zoti Lështoka, besoni që mund të ketë ndonjë rezultat pozitiv nga takimi me presidentin? Unë shpresoj që të gjithë të ulin egot dhe të shikojnë me përgjegjësi më të madhe dhe të kalojnë këtë lamsh çfarë është bërë deri me tani, dhe shpresoj që edhe të përgjigjet ftesës edhe partia që ka fituar 48 mandate në Kuvendin e Kosovës, dhe kështu të kemi një rezultat që i përgjigjet edhe statës politike. Shka po të kemi propozim në këtë temë? Mbetet të shihet nga kryetari i partisë, kemi diskutuar edhe një herë në grup parlamentar dhe në institucionet, në strukturat e partisë dhe e shumë tutje. Edhe një herë, ne si deputet të Kuvendit të Kosovës, pavarësisht bindjeve politike për dhe nga kolegët, me të vërtetë dëshirojmë të bëjmë një zgjedhje, po shihet qartë që zgjedhja është një herë në dorën e partisë më të madhe në Kuvendin e Kosovës, e cila edhe pse është më e madhja nuk i ka numra të mjaftueshme. Faleminderit. Atëherë Menita